Projekt vendim për një shtesë në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 113/15/2025 për miratimin e Për sa i përket punonjësve teknik, në fakt kjo fleta numër 3 shoh që në 3 vende thot shofer, dhe patjetër për shofer administratë bën fjalë me 3 paga të ndryshme e shoh. Në administrat mund të ketë edhe punëtor të punonjes, të cilët kanë mbushur moshën e pensionit dhe akoma vazhdojnë që të jenë në punë dhe të paguhen në administrat, apo mund të ketë edhe punonjes fiktiv të cilët marrin pagat dhe mos të shërbejnë. Patjetër që për moshën kjo duhet të vëret, sepse kërkojnë që sa më shumë punëtor të ri, sa më shumë punëtor të cilët kanë me mbajt familjet e tyre, që t'ju hapet rrugë edhe që të jenë në punë. Ka persona që kanë dalë në pension, por ne kemi mbajt murator për shkak se nuk na vijnë murator. Kemi specialist tamam të kësaj pune. Na është desh me mbajt një shërbim tjetër që nuk e gjejmë. Ashtu sa që punëtor gjejmë kështu, por nuk gjejmë specialist. Ka specialitete që ne nuk i gjejmë, i detyruam për t'i shtuar pensionin. Ka qëllu për ja 3 vjeç që më ka ndodhur me ja 3 punëtorë që s'kishin punë me njësi, janë shkarkuar nesër në vend. Që mund të jetë në një, po që ne ta kemi fenomen këtë që mos vijnë punë të marrë rrogën, kjo unë s'e di. O ne kemi shtrënguar këtë punë, o s'ka, kur kemi gjetë ja 600 që s'vishin fare. Po unë mendoj se o kemi bë punë këtë histori ne, jemi ballhap para opinionit publik, se nuk kemi japim rrogat të një të shtëpia, e nuk ka asnjë tolerancë, ka zero tolerancë. Zero tolerancë kushdo që mendon se në Bashkinë Lezhë mund të marrë rrogën dhe të rritë të shtëpia. S'ka shanse. Unë nuk e di nga nxjerrja këtë konkluzion, të janë sa tymse që nuk është mirë me i hedhë pa argument, mund të thuhet 1, 2, 3 ka raste. Kjo krijon idenë sigur ne domethënë japim rroga dhe shpenzojmë lekë te taksa paguese duke dhënë rrogat e shtëpia. Ka ajo kohë.